me që doli nëna ime këtu, se kur më kam pyetur, mirë, tash njeriu ka talent, ka prirje, po ndoshta edhe pas leximeve të shumta, domethënë i vjen ajo i lindën, grafullon diçka ose domethënë çdo lloj arti, edhe pastaj unë tash edhe kjo ma lidhi më se unë më duket se e kam të trashëguar si gjë nga nëna ime. Kjo nga nëna e vet. Po nëna ime ka qenë me 4 muaj shkollë. Edhe mirë po vjersha dinte plot. Lese vjersha dinte që i ka mësu, domethënë, mbas 50 vjet i kujtonte edhe i thoshte me lëvizje. Ashtu si i ka mësu edhe çashtu asnjëherë nuk gabon. Edhe poezitë veçanta të ralla të asaj kohe. Edhe unë i them, kujtohet edhe vetë kur bisedonte, mundohte çdo bisedë ta bëjnë në mënyrë poetike. Edhe ashtu është ngjizur ajo. Pastaj më kujtohet një poezi e moçme, ajo thoshte kështu. Duhet ta bëj një lidhje tjetër. Kështu thoshte. Ku kam djalin, ku kam vajzën, mos më çonin në Itali. Jo ata nuk kanë bërë krime, për adet s'deshan robri. Edhe ndodhi që ne krejt fëmijët shkuam në Itali. Vëllezëri dhe motra ndodhi një periudhë, ishim gjithë në Itali. Edhe kur flisja në telefon, ajo, tash emocionohem, ku kam djalin, ku kam vajzë. I thëm, hajde në Itali dhe ti, edhe ajo erdhi, disa herë ka qenë, pastaj tash ka ndru jetë në vitin 2013. Edhe tash e kuptoj e vërtetoj se e kam... E keni të trashëguar nga ajo. Me 4 muaj shkollë, para me ndo çfarë poet që do kishte qenë, çfarë... Unë i them kësa, për ta ngushtuar, thom, oj nën, edhe ti je e madhe për mua. Pse? Po ti ke lindur në vitin 1936. A e di kush ka lindur në vitin 1936? Ka lindur Kadare, Qosi, Beki Femiu, edhe Adem Demashi, edhe ti je aty. Si reagonte ajo kur ja thoja këtë? Knaqesh. Knaqeshte.